Fiks në orën 12 ka filluar edhe procesi i verifikimit të votave për subjektet politike dhe njëherazi edhe numrimi votave për kandidatët për deputet të në qendrën komunale të numrimit në fushë Kosovë. Aktualisht, po shohim se procesi po rrjedh normalisht. Në të njëjtën kohë, puna njëjtë kryej edhe në Obiliq. Për gjatë 2 orëve nga 12 e deri në 14, 5 tavolinat ishin në funksion. Edhe në qendrën komunale të numrimit në Obiliq, gjithçka është gati. Aktualisht, në verifikim e numrimi sipër janë 5 kutit e para. Edhe në qendrën komunale të numrimit në Prishtinë, sallën 1 tetori, nga ku kumtua nisja e punës, mjetet e nevojshme ishin funksionale e komisionerët kryenin punën e vet. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi tha se kësaj procedure i parapriu përmbyllja e numrimit të flet votimeve për subjektet politike. Sipas procedurave, të gjitha materialet zgjedhore janë tërhequr dhe vendosur në 38 qendrat komunale të numrimit, pra në 38 komunat e vendit. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numrimi i fletvotimeve të subjekteve politike, pra nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, është bërë në vendvotim pasi ka përfunduar procesi i votimit, ndërkaq numrimi i votave të kandidatëve për deputet do të bëhet në qendra komunale të numrimit. Sipas tij, transparenca është e plotë. Së shpejti do të kemi edhe të dhënat nga votimi personave me nevojat të veçanta, i cili është realizuar jashtë vendvotimeve. Numri votuesve të regjistruar në këtë program votimi ka qenë mbi 2860. Nga votimi jashtë Kosovës, respektivisht nga votimi në 29 përfaqësi diplomatike, nga 19.187 shtetasit të regjistruar, kanë votuar 16.165 prej tyre, apo 84.24%. Numrimi votave të kandidatëve dhe verifikimi i rezultateve po zhvillohet në të gjitha komunat e Kosovës me 2 orare në monitorimin e vëzhguesve.